Për të unë është e dhenjshme kur nuk muj me kry shërbime. Atyre ju duhet me ju bo do kombinime për me ja fiksu karrotën, me u lidh me kaj tebeli. Mas e posh me pruni karrotë këtu për qëta njerëz, se me qu diku tjetër. Kjo është servisi për mirëmbajtjen e pajisjeve ortopedike, gjitha shërbimet kryen, pe karroca, fshetitore, paterica, shtrota, çdo mjet lëviz për persona me aftësi të kufizuar. Ky servis është nivel vendit. Nuk kryen shërbime vetëm për Prishtinën, po edhe për komuna tjera. Sidomos për anëtarët me aftësi të kufizuar që kanë, vinë pej tona viseve me kry shërbimet mjekësore, edhe gjatë kësaj rruge kryen edhe shërbime. Une këtu e kom pajisjet veglat e punës, i kom donacion, pej komunës Prishtinës, pej PTK-s, pej këtyne organizatave shoqërore, që më kanë ndihmu me marrë këtu veglat e punës, se patrushme me punu. Kjo është një karrocë që ka pru një antari joni, ju ka pih kjo shtecja këtu, ju ka prish, tash se peshe edhe vetu në kom edhe pjesë që i bëndoj pjesë për tjerave, prishet një karrocë nuk është ma për funksion, ja marrë pjesë të asojna e i kombinoj me rregullu karrocën tjetër. Që kjo për shembull u prish, kësi materiali nuk gjonë, kërkon se na fabrika s'kemi. Unë i kombinoj tash këto që e kombinoj me që ka umet me një pjesë tjetër, kombinohet edhe rregullohet karroca. Une jam drejtor i shoqatës Handicap Kosova, me profesion jam mjeshtër, edhe detyrën e drejtorit e kam veç si hobi. E kjo puna jam është që kjo. Mirën pej viteve të 90-ta, punojnë qëtë punë, jam shumë i kënaqur që më ky shërbime dikuj që ka nevojë. Po, shumë ka raste specifike janë fëmijët me paralizë cerebrale, atyre ju duhet me ju bo do kombinime për me ja fiksu karrocën, me u lidh me kaj tebeli, me pos pjesën e qafës mbulume, se ai nuk mund me mojt dresh peshimin, ka ato janë raste më specifike, po më rrim edhe ato diku 90% me kombinu. Për të unë është e dhenjshme kur nuk muj me kry shërbime. Që atëre ndi vetën mas dhimbshëm, se kur muj me kry shërbime një vetën të knaqen. Edhe une jam pej 90-tës në këto aktivitete, nuk më posë asë në familje të ngushtë, asë donë të sanë më aftësi të kufizuar. Po, me të ndjerën Halit Ferizin, a i ka qenë lider i aftësisë të kufizuar në Kosovë, shoqata e ndikoshën ka ekzistu në atë kohë, e paraplegjikëve dhe paralizës mive. Të thot, a i ka qenë lider i kësaj kategorie, u konë shoqata e ndikoshën në Ballkan më e mira. Po mas vdekjes së tij, kanë ndryshuar gjërat, tash kum kalu në qenja 22-23 vite në Handicap Kosova, e vazhdoj punën që kom posë edhe ma herët, edhe mburrëm me punën time. Na i trajtojmë edhe rastet që janë me afaqkur, për shembull mbas një lëndimi, pëson një aksident, vjen të thyrja komës, ose gjymtyrëve tjerë nuk mund me lëviz një kohë. Kemi mjetë ndryshme paterica, shëtitore, edhe karroca të jipen, po të shfrytëzim. Po ata njerëz që janë që e din çka është nevoja e karrocës së këtij, mas të ky shërbimet i kthejnë. Po do janë pa kujdesshëm, edhe ma shumë po kemë probleme me tash do të me shku me ja u kërku ka 10 herë për shembull një mjet që ja kemi dhënë hoazim. Na me porë këtu s'japëm kur gjë, këto i japën shfrytëzim me kry shërbimin, kur ti kry shërbimin, na i kthejnë. Punëtoria gjendet në hapësirën e QKU-s, orientimisht gjendet mes kuzhinës qendrore edhe klinikës mushkërive ose lavatorja që ndryshe thrasin, ose rrugës për të grohtoria.
shihet tabela, është edhe numrit I telefonit është nder, po zakonisht krejt që ka uja këto klinikat e din për punën time edhe çdo njëri që të pyesin e orientoj të unë. Se s'ka tjerë mjestre që mirë bojë këto pajisje më në qeku, si vetë mje mëne. Po kisha dasht me lut njerëzit, bëmës, humanitarë, që janë njerëz që e din çka është humanizmi, që kanë kësi mjete pashfrytzume, o I majnë për shtëpi, ose kanë mundësi me sjell si donacion pej ati vendit jashtë ku punoj, sidomos mërgjimtarët, ma se vop është, na që e përdorëm këtë fjollet se vop, ma se vop është me pruni karrot këtu për qëta njerëz, se me qu diku tjetër. Ose me mu shfryzu veç për një personi, që këtu kalon në për shumë persona, edhe është e udhës, ose pjesë rezervë, ose qka kanë mundësi, neve na kështë hynë punë, se kjo servis për në për do ditë, ka në ose për shumëta, se sidomos në Kosovë nuk kena fabrikat tona që prodhojnë këto pajisje, zakonisht mirën për donatorëve të jashtëm, ata që kanë mundësi me projë, bynë kanë projë, unë I falenderoj donatorët të jashtëm këtë, se na kanë ndihmu shumë. Shumita e këtyre donatorëve në diasporës janë qytetarë të Kosovës që punojnë nëpër diasporë, shumica atyre janë humanitarë të mëdhej, kanë prunë donacione pa numër. Po këtu të naj është tereni pa përshtatshëm, rrugët janë pa përshtatshme për këto karroca po dëmtohen shpejt. Edhe këtu që po duhet me metur I paru. Pjesë rezervë nuk kemë. Shumë sene na mugojnë, po falë tyne na deri tash kemi bejetu. Une kom tentue shumë me marrë do antarë të shoqatës, edhe kom arrit një 4-5 antarë të shoqatës me aftësue, 2 janë të Mitrovicës, 2 janë të Prishtinës, që janë me aftësit kufizume, po kanë arrit me përvecu këtë zanot edhe këtë shumë. Ata 2 janë Mitrovicë të punu, janë është të Prishtinë, po kom bo kërkes edhe për këtyre tjerve, që ka janë të interesum që mujnë me artë të anë, me morë këtë zanot, se javlen.